Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të respektuar teleshikues kudo që jeni dhe nga të që na ndeshni, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me emisionin ton të përjashëm tashmë, popujt e Kur'anit, jemi në përshkrim të ngjarjes së madhe, të ngjarjes më të transmetuar, të ngjarjes më të përfolur në Kur'an të Musait a.s. në përgjithësi, e pjesa e Musait që ka të bëj me faraonin është interesante, e nuk është jo interesante dhe pjesa tjetër e Musait a.s. por ne këtu kur kemi biseduar për faraonin, për njerin më diktator që ka pasur bota njerëzore dhe njerin më të dënueshëm në ahiret, edkhilu ala Firauna ashadda al-adhab, ose Allahu kur e përmend yawma yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan, për xhehenemit atë ditën kur do të shfaqen ose do t'i dalin në pamje edhe në mëngjes edhe në mbrëmje. Dhe atë ditë kur do t'i thuhet edkhilu ala Firauna, futini familjen, në këtë rast pasuesit e faraonit, ashadda al-adhab. Fjala familje në këtë rast dhe në shumë raste që ne e përdorim në sidomos kur janë në pyetje profetët, nuk janë për qëllim familja biologjike, janë për qëllim pasuesit, sepse kjo gjë dallon. Zatin edhe ne, edhe sot kur e fillova këtë emision, jo unë, por gjithë hoxhallarët kur fillojmë të shprehim falënderim ndaj Allahut, shprehim po ashtu edhe lutje salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij. Familja e tij nuk janë për qëllim axhallarët e tij që nuk i besuan, por janë për qëllim familja që e besuan. Në këtë rast, familja që e besuan pra është familja jo biologjike, por familja ideologjike. E që i bie pra në këtë rast edhe tek faraoni, zonja e madhe e xhennetit është Asja, gruaja e faraonit. Ajo është familja e faraonit, por nuk është familja e tij e kuptimit filozofik. Kështu që kur Allah po thot edkhilu ala Firauna ashadda al-adhab, futeni familjen e faraonit në dënimin më të dëmshëm, më dënues, nuk e ka për qëllim tash gruan e tij, për cilën tregoj se i ka ndërtuar një shtëpi në xhennet dhe ja ka plotësuar atë lutje. Pra Allahu xhalla xhelalu nuk është kundërthënës në këto fjalë të tij në Kur'an, dhe për të shfrytzuar rastin, pra sa herë lutemi për familjen e një profeti, ose përmend familjen e profeti, nëse kem për qëllim biologjik, duhet ta përmend që është për qëllim, ky ishte xhaxhai, ky ishte daja, nëse dim, ky ishte babi, ky ishte mami i këtij, i atij, e të tjera. Ama jo se ne e kemi të drejtën me trajtu për familje fetare ata që nuk e pasuan, me fjalë tjera. Po marr dy shembuj, pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte Axh Ebu Lehebin, që Allahu zbriti surë për të, dhe kishte Axh Hamzën. Hamza ishte prej do thotë zotriu i dëshmorëve në luftën e Uhudit, pra e shahidëve, ndërka që Ebu Lehebi është ai që Allahu i ka zbrit Kur'an dhe ka thënë tebbet yada abi lahabin wa tabb. Ju kanë thënë durët, ju thafshin durët dhe ju kanë thënë Ebu Lehebit. Me fjalë tjera, është edhe ai Axha, edhe ky tjetri është Axha, por ata që e kanë pasuar, i kanë besuar dhe kanë pasuar janë familje. Natyrshëm që futet familja edhe në rangun biologjik, në konsiderat kur janë në pyetje besimtarët prej tyre, por jo e tërë familja biologjike, duke pasur dallime filozofike ose ideologjike. Në këtë rast, pra, faraoni ishte njeriu më i dënueshëm, pra njeriu më diktator, Allahu xhalla xhelaluhu në fakt këtë dinasti të madhe të tij thuaj se i ka ardhur fundi. Ja dërgoi
që Musajn a.s. që ta thriste në rrugën e drejtë, e shoqëroi Musajn edhe me Harunin, ata shkuan i bën ftesën, faraoni u tall me ta. Tha, pse ti më thret, çfarë ti mendon që unë të jap me veti ty Beni Israelit, që ti kesh udhëheqjen e tyre dhe ata ta gëzojnë lirinë dhe ti jesh lider i tyre. Me fjalë tjera, të drejtat që i kërkonte Musa a.s. ishin më të mëdha. Dhe ai i tha se nuk je ti Zot, pse ke forcë, nuk duhet ta manifestosh forcën ndaj nesh. Atëherë faraoni nuk e bëri një gjë të tillë, asesi me dialog, kërkoi që ti nëse je ai pra i dërguar i Zotit, hajt na dëshmo neve, si mund të besojmë se ti je ai. E Musa a.s. u mbështet me mrekullitë e mëdha të para që i pati, që në ditën kur vet Musait, Allahu ja bëri të qartë se është profet, pejgamber, kur Allahu i tha hedhe shkopin. Kur ai hodhi shkopin, u shndrua në gjarë, por shtinë dorën në xhep. Kur ai nxorri dorën nga xhepi, ju shndrua në dritë, duke mos u prish dora, duke mos u humb efektin e dorës, por shëndriste. Dhe këto dy argumente ja shpërfaqen me njëherë faraoni, nuk i pranoi. Ai mendoi se pas ka arritur në një shkallë të avancuar të magjisë, por ja, unë do të tregoj se çfarë është magjia, çfarë është cirku, e tjera, dhe ja tu bëjt të gjithë magjistarët, Musa i triumfoi mbi ta. Triumfi mbi ta për magjistarët ishte bindje e thellë se Musa pra qenë vërtet i dërguar i Zotit në rrafshin e njerëzor për t'i thirrë pra këta në besim, sepse këtë që po e bën Musa nuk do të mund ta bënte me bindje të vet një njeri i thjesht, por kjo është e mbështetur. Këtë që po e bën Musa nuk është jo vetëm çështje e bindjes, por nuk është një forcë që mund ta demonstroj vet një njeri si Musa, por kjo është diçka edhe më e madhe. Me fjalë tjera, ata i besuan, faraoni i kërcënoi, ata vazhduan të i besojnë, faraoni i masakroi dhe i mbyti. Ajo solli shumë dilema tek njerëz të shumt, por tre prej tyre i përmendëm në javën e kaluar që u shpërfaqën si besimtarë dhe qitën në pa, dhe ishin të gjithë nga familja e tij. Besimtari i familjes së faraonit, ishte frizerja e bijes së faraonit, dhe ishte po ashtu vet gruaja e faraonit, gjë më e çuditshme. Dhe kjo kur për faraonin pra u pa se si thot populli ka hy uji në nder në shtëpi, tashmë nuk ka kujt i thot ai mos i besoni këtij kur të afërmit e tij po i besojnë, kishte filluar që her pas here të lëkundet ajo dinastia e tij. Dhe jo vetëm. Allahu xhalla xhelaluhu kishte dërguar argumente të shumta. Këto dyja pra shkopi edhe dora janë gjithsej 9 argumente që Zoti i Madhreshëm i ka bërë, këto janë më të vogla tash po e quaj, por janë shumë të mëdha, që po i ndodhnin popullit në Egjipt, po i ndodhnin faraonit dhe të tjerëve, pra që për t'i treguar pafuqinë njerëzore që ka edhe nëse ti je me pushtet të madh. Pra, sa do të kesh pushtet, sa do të kesh tanke, sa do të kesh raketa, sa do të kesh bombë nukleare, sa do të kesh armë kimike e të tjera, por flas tash edhe në gjuhën e sotme, megjithatë njerëzit për një pikë uji janë në hall. Atë pikë uji s'det kush ta prodhoj, s'mund kush ta prodhoj. Atë mund ta marrim nga tokat që Zoti e jep, mund ta menaxhojnë njerëzit, mund ta mirë po ai humb. Qul in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in, thot Allahu, nëse uji ju humb nga toka, shtjerët bunarit që ti ke, shtjerët lumit që ti ke, shtjerët dhe paksohet uji në liçenin që ke dhe furnizosh me te, kush ju sjell juve uji? Allahu me pikpyetje në surën e pushtetit, në surën El Mulk, e bën këtë pyetje dhe përfundon pra këtë surë, këtë kaptin në përgjithësi. Kush do të sjell ty ujë?
kush do të sjell ty ajër, kush është ai që ta largon një smundje apo një smundje tjetër. Njerëzit sot përballen me smundje vdekje prurse, shifra marramendse për smundje të cilat nuk kanë shërim. Dhe sado ne zgjerojmë krahët tanë dhe mburrim dhe ngrim kokën lart duke pretenduar se kemi arrit këtë dhe atë prej fuqive tona, prej dijes tonë, prej shkencës tonë, sëmundjet me kancer në vendin tonë, jo, në gjithë botën janë shumë të shumuara dhe njerëzit vetëm janë hallegjinj para kësaj dileme, para këtij problemi, para kësaj sfide shkencore që nuk dinë se ka t'ja japun drejtimin apo orientimin. SIDA, sëmundja, virusi, HIV pozitiv që është shkatrues për njerëzit. Pastaj sëmundje të tjera të cilat vetë pandemia ishte problemi që njerëzit mund të merrnin mësim që e kishin jo shumë larg nga kjo periudhë kohore. Tash 6 vite ne ishim në pandemi të plot, por ishim të izoluar dhe kishte filluar që nga marsi i vitit 2020. Ishte akoma kjo periudhë kohore kur njerëzit ballafaqoheshin me izolim dhe me mos liri të daljes dhe të lëvizjes për shkak të një virusi të panjoftun i cili mund të qarkullonte dhe mund të bartej aty dhe këtu. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu çon argumente të her pas hershme për njerëzit, në këtë rast edhe tek populli i faraonit. Allahu kishte sjell thatësi e cila i bënte që të humbej bereqetin. Zatin populli i Egjiptit me thatësi ishte i njoftun që ishte ballafaqur në kohën e kujt, edhe në kohën e Jusufit alayhis salam, ndërsa po qëndronte një njeri padrejtisht në burg, do të vjen një periudhë kohore që do të kenë vite të majme, pastaj do të kenë vite të thata. Ja dolën me menaxhimin superior të Jusufit alayhis salam që ta mposhtin varfërinë, por kishte mësim. Ishte mësim për disa gjenerata, por njerëzit janë shumë interesant. Pak si t'ju rehatohet dynjaja, pak si të stabilizohet anija në det, mendojnë që këta janë më të fuqishmit, këta janë më të drejtit. Pak si të nalet era, pak si të nalet, mos flasim ndonjë tërmet ose të tjera, fillojnë të mendojnë për ndërtimin. Dhe ndërtimin kur fillojnë të mendojnë dikush ndërton shtëpi banimi për shkak se ka nevojë, dikush ka vizion më të lartë, ndërton shtëpi adhurimi, xhami, por ka plot të tjerë që ndërtojnë shtëpi shkatërrimi, shtëpi degenerimi, motele e hotele të fliqura që dëmtojnë të ardhmen e atij populli, të tashmë dhe të ardhmen. E kësaj pra njerëzit janë shumë të çuditshëm në këto situata. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu kishte thënë për këtyre argumenteve të shumta që ishin pra thatësia për disa vite, mungesa e produkteve, domethënë nuk bëheshin produktet. Ishte pastaj e kundërta thatësisë. Ata kishin uragane, kishin rëbeshe të reshura, kishin pra ujë të tepërt i cili kalpte gjithçka dhe nuk ishin në gjendje po ashtu edhe në atë situatë të merrnin të mirat e tokës. Ndonjëherë ankoheshin për thatësi dhe nuk bëhej bereqetin, ndonjëherë ankoheshin për ujëra të shumt dhe për kalbje të produkteve bujqësore të cilat nuk arrinin të zhvilloheshin për shkak të ujërave të shumta. Kishin edhe gjëra të tjera. Ishin sprovuar interesant pra, her pas here, dhe këtu vinin në mënyrë të njëpasishme, dhe ç'është më interesant. E kishin kuptuar që diçka po ndodh krisisht ndryshe. Beni Israelit nuk po sprovohen që jetonin edhe ata në periferi, po e thënë tash të Kairos, ndërkaq faraoni dhe pasuesit e tij, populli ka janë pra Egjipti, Kiptasit e të tjerët, edhe faraoni me suitet e tij, ata sprovoheshin. Edhe kjo ishte shumë interesante. Zatën për t'u tregu sa më
sa më qartë që kjo çështje ka të bëjë me mohimin e juaj, se ju një dërgesë të Allahut xhel xhelal, një pejgamber të Allahut nuk po e pranoni, po e refuzoni, po largoheni prej tij dhe që ai nuk po kërkon favor, ai po kërkon që t'ju liroj fillimisht nga t'ju liroj kokat e juaja, nga besimi në njerëz, në besimin në krijues. Dhe kjo është dallimi i madh, sepse njerëzit kur besojnë në njeri ose kur friksohen prej tij, ata robrohen dhe ajo kur far liria nuk është. Me fjalë tjera, këtu tash ata i thonin her pas here Musait, lutë Zotin që ta largoj thatësinë dhe ne pastaj do ta japim lirinë ty, pra vinin nga familja, nga qeveria e faraonit dhe i thonë Musait alayhis salam. Ndodhte edhe kjo. Musa i lutej dhe largohej. Atë lirinë që ti do të kesh me veti Beni Israelit, pra do të jesh i lirë që ta menaxhosh, ta pavarësosh atë pjesë, pra kërkon të liri shumë thjesht Musa alayhis salam, ata nuk e përfillin. Prap vazhdonin. Vjen te argumenti tjetër, pra që Zoti çon të vërshimet, sikur thash, ujë shumë e të tjera, prap nuk besojnë. Erdhen edhe argumente nga insekte. Insekte të ndryshme që Allahu xhelle xhelalu i përmend, pra karkalecin, përmend morrat, përmend bretkocat. Këto kanë qenë edhe këto të një pasnjëshme. Ishte e mbushur toka prej njërës dhe tjetës. Ata ndodhte që të shkojnë të marrin ushqimin dhe nga ushqimi, sikur themi nga korpa e bukës ku e kemi, del një bretkocë të shtuese. Ishin në hall prej morrave. Ishin në hall prej karkalecave. Të gjitha këto janë argumente. Ndonjëherë na pyesin shpesh për insektet të caktuara, a mund të jenë argumente, për shembull, kur në shtëpi mbushet me milingona, me buburreca ndonjë vend. Pyesin njerëz me të drejtë. Pse pyesin me të drejtë? Sepse ka ndodhur që diku të jenë këto dënime. Ne është e vërtetë që ndonjëherë mund të ketë shpjegim të natyrës biologjike, ka lagështi, ka kushte të përshtatshme për të zhvilluar disa mikroorganizma që shndrohen në gjallësa. Në rregull, por ka shpesh herë kur nuk ka shpjegime. Allahu xhelle xhelalu këto i çon argument pas argumenti që ata të kuptojnë. Dhe një argument tjetër, pra, që ishte, pra, edhe një herë, po i numrojmë, ishte shkopi, ishte dora që i bën të dritë, pastaj ishte thatësia, më pastaj ishin vërshimet, ishin po ashtu karkalecat që përmenda, ishin morrat, ishin bretkocat, ishte gjithashtu mungesa e ushqimit, nuk bëheshin, pra që përmend, dhe e fundit fare dhe nënta ishte gjaku. Kjo edhe më interesante. Çfarë gjaku? Ata nuk ndodhte që të kishin ndonjë enë me ujë për shembull, që kur fillonin për të pi ujë shfaqej gjak. Neveritse shumë. Gjakun sot njerëzit e kanë problem për ta shëruar një të smut, duhet marrin rezerva, ka shndroj, ka vinte ai gjak. Për Allahun gjitha këto janë të lehta. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Allahu vetëm është ai që i di ushtritë e tij, s'ka kush që mund t'i di ushtritë e tij. Këto të gjitha nuk sollen dhe nuk sollen argumente të bindse për t'u largu faraoni nga një gjë e tillë. Kishte filluar që debati, dialogun mes të faraonit dhe të Musait të bëhej më i shpesht dhe në fakt nuk sillte asnjë dëshmi kjo për të bërë për afrime në rrugën e besimit, sepse njerëzit që e kalojnë jetën e tyre duke menduar se nështrimin ndaj Zotit është poshtrim për ta, ata mendojnë se nga fundi jetës korriten dhe nuk duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Ju shihni sa njerëz të mëdhej, sa njerëz intelektual do të thotë kalojnë jetën pa fe, pa besim, janë
në gjendje që edhe vdekjen ta pranojnë në asnjë mënyre. Pse? Sepse sikur tutën që po korriten në fund të jetës nëse ata do të fetarizoheshin e tjerë. Me fjalë tjera, gjitha këto nuk bënin dobi dhe nuk bënin punë. E Musa a.s. në fakt kishte arritur në kulmin e hidhërimit në këtë drejtim dhe kishte filluar që të bëj disa lutje jo të mira. Pra të bëj bedua, thuhet ndoshta nga gjuha turke, ose me inem faraonin dhe pasuesit e tij, e që ato kishin filluar të ndodhin dhe çfarë do të ishte epilogu do të shohim në pjesën tjetër. Ju qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak. Rikthehemi të respektuar të regjikues për të vazhduar me rrjedhën e misionit Popujt e Kur'anit. Ishim duke biseduar për faraonin dhe Musain, ose Musain dhe faraonin. Debatet kishin filluar, ose dialogjet mes tyre të shpeshtoheshin, por nuk kishte efekt. Faraoni nga ana e tij mendonte se ishte Musai inni la'dhunnuka ya Musa mashhura. Unë mendoj se ti je i bërë magji. Do të thonë, prej atij akuzave të ndryshme tash ishte që ti vetë je i sëmur. Njëherë ishte akuza se ti je magjistar. Ti po na mashtron neve me magjit që po i bën, me shkopin tënd dhe me tjera, por tash ishte zbut kritika dhe akuza ndaj Musait, duke thënë se ti vetë je i bërë magji. Ti vetë po vuan nga kjo. Ndërkaq Musa a.s. kishte thënë wa inni la'dhunnuka ya Firaunu mathbura. Unë ty, o faraon, pra të shoh të shkatruar. Unë ty tash të shoh se ti po përfundon. Për çfarë arsye të shkatruar? Për shkak të mosbesimit dhe devijimit që ke. Musa a.s. kishte përdorur pra lutjen për këtë edhe patjetër thënë faraonit që unë do ta mbyti Musain. Do ta mbys Musain. Tërësisht ai pra le t'i lutet pastaj Zotit. Për shkak se ishte më së qartë që lutjet e Musait po pranohen. Pra kur ai po i lutet Zotit që këtyre t'ju heket njëra prej sprovave që kishin, ju largohej ajo. Por këta nuk besonin përsëri. Dhe në këtë rast Musa a.s. kishte thënë këtë lutje sa kuptim plot. Thotë Rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. O Zot, ti faraonit dhe parisë së tij ju ke dhënë pasuri, ju ke dhënë bukuri në këtë botë. Pas bukurit e kësaj bote dhe të mirat e kësaj bote, pasuria e kësaj bote, në esencë njerëzve ju jepën që ata të jenë falëndërues. Ti nderuari vëlla e motër, kur ke një dhunti, mos rritet mendja. Mos e shih veten si i favorizuari i Zotit që Zotit ka nderuar me këtë. Mos e shih veten si meritor që Zotit të ka dhënë këtë. Mos e shih veten si i mençur që ti ke ditë të fitosh dhe të arrish këtë dhe këtë. Allahu xhalla xhelaluhu edhe natën edhe ditën. Njërin ka bërë për pushim, tjetrin ka bërë për punë. Megjithatë, prej dyjave kërkon prej neve që të jemi kujtues të Allahut gjatë ditës kur punojmë, të jemi falëndërues ndaj Allahut gjatë natës kur adhurojmë. Pra, edhe njëra dhe tjetra janë që ne ta shndrojmë në adhurim, për ulje, në nështrim ndaj Allahut xhalla xhelaluhu, jo në krenari dhe në përdhosje të mirave që i kemi për shkak të ndonjë keqkuptimi që i kemi. Asesi. Të mirat që i kemi ne duhet t'i shndrojmë në adhurim. Nëse Allahu ka dhënë pasuri, jepe zakatin. Nëse Allahu ka dhënë shëndet, falu. Nëse Allahu ka dhënë mendje, adhuroje Zotin me meditim. Nëse Allahu t'i ka dhënë fëmijët, shëndroj ata në ushtar në rrugën e Zotit.
Nëse Allahu të ka dhënë çfarë do të mire prej kësaj bote, pra bëj ato të mira që të shndrohen, që të ndihmojnë ty dhe ata përreth teje në afrim me Allahun, jo në largim nga ai. E kjo është më se e keqe dhe më se e kotë kur njerëzit e bëjnë në të kundërtën. Dhe faraonit këto të mira që Zoti ja kishte dhënë, se në fakt Zoti çdo tiran i ka dhënë hapësirë që të jetë i tillë në kuptimin që të jetë sprovë për te se çfarë po bën me pushtetin që ka dhe pasurinë, por edhe sprovë për neve se çfarë po veprojmë, apo e them fjalën e drejtë të vërtetë, apo i friksojmë dikujt tjetër po Zotit e tjera. Musa i thot Rabbana liyudillu an sabilik. Këto të mira o Zot këta janë duke i përdorur për të larguar nga rruga jote. Andaj ishte lutur më pas thot Rabbana tmis ala amwalihim, o Zot shkatro pasurinë e tyre. Washdud ala qulubihim, thot vulosi zemrat e tyre, fela yu'minu hatta yarawu al-'adhab al-alim, e të mos besoj pra tashmë, derisa ta shohin dënimin e ashpër. Pra një profet, një pejgamber i Zotit të mri në këtë drejgje që tash mos e kërkoj edhe besimin. Pra le të jenë këta nga mos besimtarët, le të jenë nga ata që do të vujnë në ahiret me vujtje të gjatë. Sido që tjetë Allahu xhalla xhelaluhu e inspiron Musajin a.s. dhe i thot që të del tashmë nga Egjipti ai dhe të gjithë ben Israelit. Të dalin dhe të shkojnë nga vendi Sina që do të largoheshin natën për aty. Do të largoheshin natën sepse është interesante, dinastit në përgjithësi, pra ka fundi tyre kanë forcë akoma. Bile këtu nuk duhet kur njëherë të mendojmë se njerëzit kur shpërfaqin forcën janë në kulmin e forcës. Mund të ndodhë që forcën e shpërfaqin pak para vdekjes. Në këtë rast, po e them edhe në nivel të individëve, duken mirë. Bile shpesh është kjo fraza, kur një i smur vdes, shpesh familjarët thonë, nuk na mori mendje që atë ditë do të vdeste, se bash atë ditë të duk që është më mirë, është më i fortë, më i fuqishëm. Mirë po, atë ditë vdesaj. Dhe kjo është edhe për pushtetet. Pushtetet që duken të fuqishme, se janë të rrethuar me njerëz të fuqishëm, janë të rrethuar me ushtri dhe polici të fuqishme, gjithashtu janë me ato që ata i bëjnë të ndihen të fuqishëm, nuk i dihet fundi i tyre mund të jetë pikërisht për shkak të forcës. Faraoni tash e sheh se me Musaj nuk ka katja mbaj. Me thirrjet e tij, me lutjet e tij, nuk është kjo tash më i fuqishëm që t'ja del dhe ta mposht, atë nuk i ngelet tjetër, nuk i mbetet tjetër, pos ti do bëj krejt nga Egjipti. Dhe Allahu edhe për një çështje tash madhore, sepse gjesa i kanë ndihmuar Musait a.s. që të jetoj në Egjipt, të rritet në familjen e faraonit, të zhvillohet aty, ta thras atë në pallatin e tij, në islam, në besim. Derisa këto gjeta i ka bë Allahu me Musajin, ka mund që ta ndihmoj tash që faraonit të mposhtet aty në shtëpinë e tij. Por Allahu i thot për një urtësi që tashmë do ta kuptojmë, i thot Musait a.s. merri ben Israel dhe ikni natën që të mos ju zë faraoni e ju largohuni në drejtim të Palestinës së sotme, po e themi, pra nga vendi Sina, që është i njohur vendi në Egjipt. Faraoni në anën tjetër po përgatitej me ushtrinë e tij që ti përndeshnin ata, që të shkonin në befasi në mëngjesin e ditës së radhës dhe që ti mbytnin të gjithë beni Israelit në shtëpitë e tyre. Kur shkuan tek lagja e tyre, gjetën shtëpi të boshatisura me pasuri të marrë me vete, pa asnjë njeri dhe ata ishin larguar. Ka do të ishin larguar, ata tash mendojnë se cilat do të ishte ana që ata kanë mund të ecin dhe në fakt lëshohen pas tyre. Faraoni pra merr atë ushtri që e kishte përgatitur për këtë veprim masakrues tash dhe çrrënjosës të krejt popullatës së Beni Israelve, ai po e bën një të kundërtën dhe një gjë të tillë
tash derisa nuk I ka gjetë në shtëpi, duhet ta bëj kudo që t'i gjej. Dhe është lëshuar pas tyre, kam pas mendimin se ka mund të shkojnë ata, dhe kur arrin deri tek vendi atje, tek deti, ku në fakt pak më herët sa ata kishte mri Musaj a.s. Edhe Haruni, edhe të gjithë familja e Musajt dhe Beni Israelit, të cilët ishin të gëzuar, e donin Musajin shumë, I besuan fuqishëm, I pan argumentet se si Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka mbështet Musajin dhe se si ai mposhti magjistarët e tjera, dhe besimi për Musajin dhe Zotin e Musajit u fut edhe në familjen e faraonit e Muslasim, pra Beni Israelit që ishin të përvuajtur dhe kishin të njëjtat derte dhe halle, atëherë këta që të gjithë ishin unik dhe vazhduan, kur shkuan tek deti, ja tash pra, po vjen ushtria faraonit, këta janë të rrethuar, nuk kanë ka t'ja mbajnë se ata janë më të fuqishëm, janë më të shpejt, janë ushtri, a këta janë njerëz familje, këta janë njerëz civil, të rëndom që nuk kanë se si të largohen prej tyre, kanë para vetes detin, kanë nga mbrapa ushtrinë e faraonit, kanë malet, kodrat nga të dy anët në të djathtë dhe në të majtë dhe tashmë nuk din çfarë të bëjnë. Musaj a.s. Mbështetet, siç thot populli, për muri, nuk di ka t'ja mbaj, se tashmë ka ardhur fundi e Allahu Gjelle Gjelaluhu me atë shkopin magjik që njihet tashmë si term botëror, pra shkopi magjik që aludohet të vetë shkopi I Musajt a.s. Këtu ka gjenezën. Kjo fjalë, Allahu I thot tash drejtoj ka deti. Deti çfarë ti bësh me shkop? Çfarë është kjo kërkesë o Zoti I Madh? Unë nuk jam mësu që ti të më dorëzosh dhe të më humbësh në asnjë mënyrë, në asnjë variant, por çfarë të bëjnë me shkop tash? Çfarë I bëhet detit? Allahu e bëri një mrekulli jashtëzakonisht të madhe. Një mrekulli pas gjithë atyre mrekullive që ishin deri më tani të mëdha e të mëdha, por kjo tashmë që të bëhet deti rrugë nga mund të kalojnë njerëz në mes të tij, kjo unë kam parasysh të nderuar vëllezër, unë nuk kam kurfar dileme, absolutisht. Unë besimtarët nuk kemi këtu çfarë të diskutojmë, por sinqerisht, si të akseptohet, deti ka shumë ujë. Pra nuk është fjala për të kalu lumin këndej dhe andej, ata që din të notojnë mund ta bëjnë një gjë të tillë ose një ujë të vogël, por në deti në fakt askush nuk jam mësyn që të dalë matan detit, të dalë në bregdet, të kalojnë nga vendi në vendin tjetër me not, edhe po ta din të notin. E pse se deti ka shumë ujë. Dhe aftësia e njeriut që në ujë edhe të ushqehet, edhe të jetoj, edhe të notoj, është e shkurtër. Nuk mund t'i bëjë gjitha këto. Pra atë pak energji që e ka, e shpenzon, e harxhon, lodhet dhe fundoset në një moment. E kur themi fundoset, se çfarë bëhet? Fundoset në ujë se uji është I thellë. Në këtë rast tash, nëse po themi se uji tash do të eliminohet, do të largohet nga kjo pjesë e mrekullisë, atëherë I bie se të paktën deti është I thellë. Ta do të ecin në një të poshtë të madhe në deti, e për të ecë në fundin e tij, që Zoti e din se çfarë krijesa mund të ketë aty, pastaj për të ngrit e dalë në bregdet në një përpjedzje të madhe, atë pjesë të madhe në të parën, për pjesë të madhe në dytën dhe do të ishte edhe kjo një lodhje e hatashme. Por Allahu e bëri interesante, sikur të ishte ura ajo. Dhe I tha Musajt, ec ti dhe le të ecin edhe gjithë Beni Israelit. Filloi deti të ndahet në dy pjesë. Subhanallah, mrekulli. Po prapë po e them për Allahun, mos mendoni asnjëherë, mos imagjinoni asnjëherë që një mrekulli a është apo nuk është. A ka mund të ndodhë apo nuk ka mund të ndodhë. Më falni po bëj një shkputje këtu që të kuptojmë këtë. E di se
ne në përgjithësi mrekullit i kemi dyshimta. Si mund të jetë një deve kaq e madhe? Si mund të jetë një mrekulli ndarja hënës, qarja hënës? Si mund të jetë një mrekulli do të thotë shkopi të shndrohet në gjarpër e tjera. Gjitha këto janë interesante. Mirë po, njerëzit edhe një gjë kanë interesante, thënë, kush ka mundësi ta ringjallë të vdekurin? Për këta është kjo më pa tejkalueshme. Edhe në mesin tonë, men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, kishte marrë kockën e njëri të vdekur dhe tash po i thot, dha kush ka mundësi që ta ngjallë këtë kockë kur kjo është tash e thamë krejtësisht, nuk ka mish, nuk ka arterje, nuk ka gjak, nuk ka sesi të jepet jetë kësaj. Allahu Gjelle Gjelaluhu i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra." Nuk është problem. Tregoj që këtë kockën e thame do ta ringjall ai që e ka kriju kur s'ka qenë kjo fare. Për njerëz është interesante. E merr një argument, pra kocka që nuk ka ekzistuar, në vend se të pyes ka erdhi kjo, kush e bëri këtë dhe me çfarë materiali ndërtoi? Me çfarë materiali i ke kockat e tua në trup? Për ty kjo nuk është mrekulli. Për ty është mrekulli çfarë bëhet me kockën tënde, të trupit tënd, me skeletin tënd, se si mund të vi mishi edhe njerë, se si mund të vi gjaku edhe njerë, se si mund të kthehet jeta edhe njerë. Më interesant është kjo pyetja e parë. Më interesant është krijimi i detit, pra po dua të them, se sa ndarja e tij, qarja e tij. Më interesant është se ne jetojmë në një glob, në një planet ku mbi 70% është ujë dhe ne nuk ngurfatim nga uji. Aq më interesante është ku kjo pjesa 30% tokë shpesh vuan nga mungesa e ujit. Kjo është mrekulli edhe më e madhe. Mrekulli më e madhe janë qejt. Mrekulli më e madhe që mbahen pa shtylla. Pra, ai ligji i gravitetit që ne mendojmë që duhet çdo objekt të ketë një forcë nga poshtë të mbahet, pra kush po i mban qejt ashtu. Mrekullit janë të shumta, mos më ndal. Është e vogël krejt kjo çështja e detit, ani pse nuk mund ta sjell kët, ani pse ne nuk mund ta përsërisim kët. Me fjalë tjera, ndahet deti tash. Ec Musai, ecin të gjithë ben Israelit. Kur shef faraoni këtë gjë, atëherë më lejoni ta them. Këtë fjali po dua të dal, ndoshta pak prej gjuhës të zakonshme, të ligjerimit. Ai u tregua shumë naiv, shumë trullan. Do thotë ato 9 argumentet e mëhershme nuk i kishte pa. Ishte verbu. E shet tash detin se si është nda, dhe e shet kush është kaktari. Për kë është nda deti, për thënë kështu ndryshe, hajvani, trullani, mendoj se bën t'jam sy edhe unë tash. Po ti nuk jem Musai, ai për Musai nuk bë. Për shpëtu nga ti, o i marrë, o i çmendur. Dhe, ai aty futet me gjithë ushtrin. Allahu ja la mundësin të futet me gjithë ushtrin. Sepse po t'i ndodhte dikujt diçka, pra po të bashkohi detin, ishte shpëtim për faraon. Do të kthehej dhe do të thoshte i përzum ben Israel. Ja, shko, mbyti se ata edhe matan detit do të sulmojnë. Ben Israelit dolën që të gjithë, këta arrin në gjysmë, sepse ishin më mbrapa, dhe kishte menduar se tu tash qenë ka shtru një rrugë, e mohon të atë Zotin e madhaj. Ai madje ishte tallë, më ndërtoni pra mu një ndërtes, dikun një kalat të themi, që të shohun atë Zotin e Musait. Pra dhe kësi tallë e kishte bërë. Ja, ku është Zotin e Musait. Dhe kur ai futet në det, deti posa kalun ben Israelit, ma thanë, u kthy në gjendin ti të më pashme. Që i bie? Kalimtarët e faraoni me të tjerët përfunduan këtu. E faraoni i tha ato fjalit e famshme, tha tash po besoj
në Zotin e Musait, duke pi ujë detit, duke i ardhur fundi atij, të qartë të cilit ne nuk i kemi dëgjuar, por Allahu i transmetoi në Kur'an dhe ai u nështrua. Allahu i tha, unë do të ruaj ty, do të ruaj trupin tënd për gjeneratat pas teje. Nuk do të hanë peshqit aty, do të nxjerr prapë mbi sipërfaqen e tokës dhe do të jesh argument për gjithë ata që do të vinë. Kjo mendoj të nderuar teleshikues është mrekullia prej më të mëdhave në kuptim, dihet mrekullia më e madhe është Kurani vet, që i zbulon gjitha këto. Por prej mrekullive më të mëdha është që Allahu po na tregon në Kur'an, vetëm Kur'ani po tregon që trupi i faraonit është i ruajtur për gjeneratat pas dhe trupi i faraonit do t'i zhdasht ne tash të interesuar, a është vërtet i ruajtur apo jo? A t'u lë për detyrë shtëpie? Ku lumtoni për këtë? A është trupi i faraonit diku? A është? A mund të vizitohet ai trup? Nëse po, e përgjigja është po, a thunë në cilin vend është? A mendoni se është në Qabe? A mendoni se është në ndonjë muze të ndonjë shteti musliman që të mund të shkoj dikush dhe ta trazoj? Jo, është interesante, ruhet, vizitohet dhe shihet, sepse bota moderne është shumë interesante. Ndonë se ka plot faraon, ose sikur faraonët që mendojnë në kuptimin politeist, në kuptimin e mohimit ateist, pra të mohimit Zotit, në kuptimin e shfrenimit, në kuptimin ka plot që janë sikur faraonët, por askush interesant nuk e mbron faraonin. Askush nuk tenton që ta mbyll ose ta erësoj historinë e përfundimit të faraonit. Përfundimi i tij është i keq dhe kjo është model për gjithë ata që do të shohin. Kuptojeni, ku është, në çfarë muzeu është i ruajtur trupi i faraonit, i cili është në formë të nështrimit të sejdës që ju ka nështruar dhe i ka thënë, Allahu tash po besoj në Zotin e Musait dhe të Harunit. Allahu i tha, al-ana wa qad asajte qablu wa kunte min adh-dhalimin. Për të tjerët pendimi mund të pranohet deri pak para se të vi shpirti në arzën e fytit këtu, pak para se me vdek. Por faraoni i cili ishte në këto momente, Allahu tha tash vonë, atasha. Përpara kundërshtoje e një argument e një tjetër, e një argument e një tjetër, e një argument, 9 argumente i përgënjeshtrove, i mbyte në mënyrë dhe i masakrove në mënyrë më të keqe, besimtarët e dërgesës time nuk i njohe. Ata i mbyte në vaj, fëmijët, e mbyte me gur, gruan tënde, vetëm për shkak se i besoj Musait, ftesës time, do t'i thotë Allahu xhela xhelalu. Dhe po kërkon strehtash, është vonë. Dhe t'ishe zullumçar i madh. Përfundoi kjo dinasti. Por nuk përfundon kujtimi kësaj historie. Nuk përfundon se Allahu xhela xhelalu është ai i njëjti, mesazhet e tij janë të qarta dhe drejtësinë ai e ka mbështetur dhe e ka mbrojtur që nga fillimi dhe të ta mbrojë deri në ditën e fundit, pa drejtësisë i jep hapësirë, ka kohë, zhvillohet, avancohet, por përfundon. Përfundon sikur që përfundoi edhe ky, o sallallahu ala nabina Muhammed, walhamdulillahi rabbil alamin.